Nëse flini me gojën hapur, urgjent shkoni tek mjeku. Të marrësh frymë me gojë është e dëmshme për dhëmbët, madje të bën keq. Të marrësh frymë me gojë është e dëmshme për dhëmbët, madje të bën më keq se kontakti me ushqime apo lëngje të ftohta. Studimi i bërë nga Instituti i Shëndetit Oral ka zbuluar se numri i baktereve rritet të dukshëm kur merrni frymë me gojë dhe mbrojtja natyrale e dhëmbëve do bësohet. Aroma e keqe e gojës është një nga problemet më të shpeshta që vjen nga ky zakon. Duke marrë frymë me gojë, aftësia e gojës për t'u vetë pastruar bie ndjeshëm. Do të ndiheni të lodhur dhe të këputur sepse niveli i oksigjenit në moshkri bie. Buzët e plasura dhe të thara mund të shkaktohen nga të marrurit frymë me gojë gjatë natës. Një gojë e thatë do të thotë buzë të thata. Prandaj duhet që të shkoni tek mjeku për të zbuluar se si mund ta trajtoni këtë problem.